Pyetja radhës na vjen nga shikuesi me emrin Besmir, thotë selam aleikum. Desha një përgjigje në këtë pyetje, nëse një njeri kur ndron jetë nuk i mbyllen të dy syt. Njëri mbetet hapur, desha të di pse ndodh kështu dhe është keq. Për sa i përket pyetjes, lutem Allahun e Madhëruar që ne dhe të gjithë besimtarëve të na japi një përfundim të mirë, dhe të gjithë njerëzve, jo vetëm besimtarëve, të na japi një përfundim të mirë, sepse ai personi i cili ka një përfundim të mirë, kur them përfundim të mirë, pra që vdes duke qenë në rregull me dispozitat që ka vendos Allahu i Madhëruar, ai do të fitojë xhenetin. Kurse pyetja pse syri i mbetet hapur, ndoshta kjo ka nevojë që nga ana mjekësore mund të ketë një shpjegim, por se nga ana fetare profeti alayhis salam ka shkuar një herë tek një person i cili ishte të vdekur, dhe ky person ka qenë Abu Seleme, dhe kur ka shkuar atje e ka parë që syt ishin ngritur lart. Pra syt i kishin ikur lart sepse i kishte vdekur. Dhe tha profeti alayhis salam, personi kur vdes, syt ndjekin shpirtin. Pra shohin shpirtin se ku do ta çojnë ëngjujt shpirtin. Pra dhe kjo është një shenjë që ja jep Allahu që në dynja se ai a ka qenë i mirë apo ka qenë i keq. Dhe si rezultat ndodh që syt mbeten hapur. Për këtë arsye pëlqehet që njerëzit që janë afër të vdekurit në moment që ai vdes, ti mbyllin gojen, ti mbyllin syt në mënyrë që ai mos të jetë i shëmtuar, sepse njeriu kur ka syt të hapur, gojen e hapur mund të jetë i shëmtuar, dhe kjo është dhe një respekt që i bëhet njeriu kur ai është edhe i vdekur, sepse Islami e respekton njeriu kur është i gjallë dhe kur është i vdekur, qoftë përpara varrimit apo dhe pas varrimit, që ai të respektohet, të nderohet.